A janë të barabartët me një ajet kuranor, ata që din, ma ata që nuk din. Wallahi, nëse diturin nuk e përsërit ki me arru, vllaje. Pasha Allah ki me arru. Na tërkohën, unë e vrej vetë, dhe se cili hoqë e vrejnë. Tërkohën, jemi me derse, edhe disa tema që i kum trajtu ma herët, me më thonë detaje, trajtoj që ato që i ke trajtuar para 3 vjete. Nëse nuk i kum përsërit, i ke harru. Bazën se ki harru, ama detajet i ke harru. Para të arsye, nevojitet me e bo një lloj ripërsëritje të vllaznit, sepse dituria të runë, vllaje. Dituria të runë. Sa po marim dijena, tërkohën po jemi me derse, edhe po kemi nevojë, subhanallahu, mi thirë hoxhallartë, me thonë, qka është kjo, qka është ajo? E lërë mo ti kur si ndjek fare ligjëratat. Qysh do të marrësh dije, vllaje? A është dije vetëm ta marrësh telefonin dhe ta thrasësh hoxhën, ti thush hoxh, çka që ke mesele, hoxha ta kallzon 1 minutë, 2, gjysmë minutë edhe krupun që kjo është dija, po dhe kjo është dije. Ama dije sistematike, kjo është dija, që thellohet në zemrën tonë dhe me lejen Allah subhanahu wa taala.